Dhe ju e me fëmijë këtu e përshtat atë më së miri. Faleminderit. Faleminderit kryetare. Përshëndetje të nderuar kolegë. Në radhë të parë më vjen mirë që jam pjesë e këtij komisioni. Siç e tha dhe deputeti Sinaj, ky është një komision shumë teknik, edhe duke edhe pa i ditur profilet e gjithë secilit për nesh, gjykoj që një pjesë e konsiderueshme i jemi individ teknik dhe pikërisht mbështes atë që u tha më parë, diskutimet politike do ishte mirë që t'i linim për në sallën e seancës plenare dhe diskutimet që ne bëjmë në komision të jenë shumë të orientuara në atë çka projektligjet që vijnë këtu përmbajnë nga ana e tyre teknike dhe sidomos nga ajo që lidhet me pjesën e përshtatjes teknologjisë apo të kontentit teknik në raport me përshtatjen e legjislacionit tonë me akin e Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, duke unë vi si zëvendës ministre e turizmit dhe infrastrukturë dhe mjedisit dhe pikërisht ligji në fjalë që po diskutoheshe, ka disa kohë që po përgatitet, ka kaluar në disa konsultime publike dhe mbi të gjitha është një detyrim të cilin ne e kemi në raport me agjendën tonë të negociatave. Kështu që shtodhe faktin që ky do jetë një sesion relativisht i shkurtër në raport me sesionet e tjera dhe ne na intereson sa më shpejt t'i kalojmë të gjitha çështjet që kemi në kalendar. Kështu që thënë të gjitha këto, e përsëris edhe një herë do ishte shumë mirë që diskutimet që ne bëjmë në këtë komision të jenë përmbajtësore, të jenë diskutime teknike dhe të jenë vlerë e shtuar e punës tonë, ndërkohë që çështjet politike për të bërë diskurs, se duhet bërë diskursi, do ishte më mirë